Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri në një video të radhës. Pas një pauze që bëjmë të gjitha detyrat që i patëm, rikthehemi përsëri me video të radhës. Në këtë ligjërat do të mësojmë për Cadence Theme, që është top 5 për mu, prej më të mirave në WordPress. Dy prej tyre para prak i kena shpjegu që ka qenë e para Bloxy, e dyta Astra, e treta është Cadence Theme, pastaj dhe flasim për edhe dy themesa tjera që janë në listë. Atëherë vazhdojmë. Cadence Theme është këtë që shihni në ekran, është një theme tepër i avancuar, tepër i shpejt dhe me shumë template të gatshëm, është free, mirë po ka edhe versionin me pagesë. Ka disa themesa free, starter sites, starter templates, të kena opcionin me filtru, është free, edhe në dalin dhe më thënë të website që janë free, edhe zgjedhim njërën prej tyre, edhe shikojmë çfarë ka, çfarë do marrim, shumë barbecue, këtë themin këtu, është free, edhe mund të shikojmë se si duket, ja se si duket. Ok, tash këtë do e marrim edhe do e bëjmë install në WordPress. Shumë tek WordPressi, edhe shumë tek Appearance, shumë tek Themes, add theme, edhe tek Popular dhe dalë dhe këtu e dita në rresht, edhe e bëjmë install. Pastaj e bëjmë activate. Pasi e bëjmë activate, shkojmë lart në shfaqje një pop-up, si tek Bloxy Theme që në shfaqje është një pop-up, që dhe me thonë ky theme ka dhe një plugin të veti, e që me instalu atë, e me fillu me i bëhe import starter templates-at. E klikojmë edhe e aktivizojmë. Edhe tash dhe me thonë dalim tek starter templates, i kena dy opcione, i kena opcionin e parë është AI, dhe me thonë template-at që ne mund t'i bëjmë, dhe me thonë t'i gjenerojmë me AI, edhe t'i shkrim këto që janë vetë të krijume, ne do him dhe me thonë të kjo pre-design. Edhe këtu i kena dhe me thonë opcionin e këtyre, e që poshtë e kishim atë barbecue themin, që do t'a gjejmë ku ishte, ose e bëjmë me filter, ja pra kjo këtu, e klikojmë këtu, në moment kur e klikojmë, shfaqen global colors, që ne mund t'i edhe global fonts, që ne mund t'i ndryshim direkt prej këtu, për shumë kjo është me të portokall, shumë mund t'a bëjmë me të kaltër, me të që është si e më e hapur, këtë më të fort, gjelbërt, verdh, pembe, pink, kuqe, kombinim me dark, këtë kombinim me dark, këtë mirë për portokall ta mund pëlqen, qëllim portokall, edhe kena fontin, për shumë ki fonti këtu, mund të ndryshoj, kjo këtu, kjo, edhe shumë e rrallë. Fund e lej këtë, ose lejmë të parën, ose lejmë këtë, edhe shkrim next, të kena pjesën e pluginsave, këto janë do thënë disa plugina që do bën install gjatë procesit të instalimit,
e që janë këto treja, këto edhe që janë vetëm edhe që janë required, që i bjen se do patjetër të gjithë instalon edhe pastaj kena këto pluginat që ne nëse dëshirojmë i instalojmë, nëse dëshirojmë jo, që është WooCommerce, si janë edhe këto gjëra tjera, ne e fillojmë edhe klikojmë butonin finish and launch ose finish and launch për këtu poshtë. Edhe bëjmë start import. Tash do të thonë fillon procesi i instalimit dhe aktivizimit të këtij template që e zgjodhëm ne tash tek Guidance Theme. Procesi shkon zakonisht deri në 1 minutë, varësisht prej kontentit. Do mund të shikoni edhe çmimet, do mund të shikoni edhe çmimet, se çfarë çmimesh ka. Do të thënë ka çmime deri në 3 website, deri në 10, edhe këtë ke për agjencia deri 25, edhe pastaj deri 1000. Mirë po këto normal blehen më shumë kur vetë se ke shumë klienta. Mirë po edhe opsionet i ke shumë mira sepse i ke gjitha pastaj çfarë nevoje ka klienti. Instalimi u bë me sukses, e kena të opsione këtu drejt ta shikojmë website-in apo se të kena tek page-at, e klikojmë ta shikojmë website-in. Edhe ja pra dhe me thënë ku du ullë website-i jonë që e instalum tash bashkarisht. Kthehena mbrapa, shkojmë te go to my page. Edhe tu do të thënë pages, gjitha faqet që i ka Cadence theme. Ta shkojmë edhe bëjmë do të thënë customize themin, shkojmë tek customize. Edhe të kena dhe më thënë ndryshimet globale që janë si opsione që ne mund t'i shikojmë. E para ishte colorsat, ne mund janë ndryshim, si e pam edhe tek fillim, këto dhe më thënë kena mundësi janë ndryshu, i kena dhe paletat nu, ja pra. Pastaj kena typografi, dhe më thënë janë ndryshu fontin që e pam në fillim, të kena opsion të mizjet fonti. Edhe kena këtu pjesën e butonave, edhe outline butonat, e kena headerin me stilin e njëjtë si zakonisht, këtu është logoja, kjo është barbecue logo, këtu mund të ndryshim logon, change logo, media library, nëse ka në logo tjetër, shumë dhe vendosim të logo i pësumi këtu, edhe ja ku dulë të logo i pësum, mund të arrisim të në të atë madhe, e zvoglojmë, kena opcion pastaj për gjëra tjera, kena për opcionin për menun, item spacing, ta zgjedhim menun, të çfarë menu shka, menu, footer, për momentin do të krijojmë edhe ne një menu, edhe kena pjesën e butonit, tu buy ticket, për shembull tu mund ta ndryshim këtë, mund ta bëjmë për shembull book, book a demo, e kështu me radh, mund ta bëjmë outline, që është me kornizë, sekondari, edhe mund ta bëjmë që ku ta klikosh hapet në një tab, dizajnin mund ta ndryshojmë, mund ta bëjmë small, më të vogël, medium,
large edhe custom. E lejmë këtë, kolorin mund t'ja ndryshim të bëjmë kuqe, edhe borderin dhe gjëra tjera reduce mund t'ja bëjmë al kock, edhe mund të ndryshim çfarë do ndryshim në dizajnin e të bëjmë. Është e njëjta filozofi dhe njëjti proces, e nëse normal do të jesh sa më kreativ edhe ose çfarë kërkon klienti. Mirë, po gjërat zakonisht janë po të njëjtat strukturë, vetëm se ndryshojnë pak dizajnin tu. E njëjta është edhe si tek blogësi tim edhe si tek Astra Film, edhe tek Guidance Team, ai shikoni edhe vetë se është e njëjta filozofi. Pastaj shkojmë tek futeri, edhe tek futeri mund ndryshojmë, për shembull këto është copyrighti, footer navigation, copyrighti mund ta ndryshojmë. Mund të bëjmë për shembull theme credit, Ilir Neziri, web, design, e kështu me radhë, çfarë dëshironi mund shënoni, këtu mund të ndryshim rrjetet sociale, ja pra këto si ka, këtu mund të shtojmë edhe më shumë rrjete sociale, mund të shtojmë për shembull email, mund të shtojmë WhatsAppin, nëse klikim të, këtu e vendosim linkun, foton nëse dëshirojmë, image, ikona e WhatsAppit, e kështu me radhë, të mund të bëjmë më të mëdhaja, mund të jemi më hapësirë mes vete, ku të lejmë center, left, right, ne i lejmë right, dizajnin mund të ndryshim, icon size mund të bëjmë më të madhe, ja pra, mund të bëjmë kolorat i ndryshim, backgroundin mund të bëjmë portokall, ja pra kështu diçka, e kështu me radhë, tu mund të eksploroni pastaj sa dëshironi, kena pjesën e general, tek general është pjesa e layoutit, është pjesa që e kena pa edhe në herave tjera tek website të tjera, me ndryshu dhe më thënë layoutin e kësaj se sa e madhe dhe e ngushtë do jetë kjo si proces i dizajnit, layouti. Ne për shembull lejmë 1200, të në content left and right, ja pra, pastaj content top edhe buton, edhe këtë ke në hapësira tjera, që ju mund t'i eksploroni, e kena pjesën e sidebarit, nëse këto kanë dhe më thënë do një lloj blog posti, një përsa shikoj nuk kanë blogje këta, images, scroll të top është e butoni këtu poshtë anën e gjatë që e pam herën e kalume, ja pra kush fati këtu poshtë, e zgjedhim këtë, icon size do jetë shkaq, right, dizajni, kolori do jetë i portokallët, borderi i kuq, kështu me radhë, 404 page layouti, se si do duket page i 404, ku del errori, komentet, breadcrumbs, si kina pa, social links, të mund të vendoni linket të rrjeteve sociale, performanca, të i lejni kështu si shën, e ben publish, shumë të post pages, për momentin nuk kena posta, jo pas kemi këtu, ja bra, him teknik post, kjo është page layouti, se si do duket, single post, të nësa ta hapët kjo, të kena page layoutin, edhe mund ta zgjedhim të pjesën këtu, se si do duket, in content, brenda contentit, jashta, edhe kena pjesën këtu brenda, në një moment,
arkiv layouti është kjo këtu, edhe sa dëshirën do të thënë që jenë të zgjedhura me 3 kolona, me 2, shumë edhe me 2 kolona, ja pra, edhe mund të lejmë edhe me 4 kolona, ja pra me 4 kolona, një më e bukur është me 3 kolona, edhe për shembull këto çfarë jo, mund për shembull këto disa prej tyre mund në pamjen e parë mund t'i bëjmë hide, shumë mund ta bëjmë hide këtë tekstin këtu, ëh, metën, ok, mund ta bëjmë taj export hide read more, butonin, ja pra, tjetër çfarë mund bëjmë, feature, imazha, do të thënë mund t'i largojmë imazhat tek shumë radhë, sa i kthejmë brapa, edhe këto i keni në bazë preferencave, këto e kena brenda single page, layouti, prej këtu duket se nuk e hap, dhe duhet prej këtu ta hapim, nëse shkojmë tek blogu, shkojmë tek një blog post, edhe kjo është blog posti se si duket brenda, e këtu e kena atë opsionin pastaj se si me e pa e kështu me radhë. Shkojmë brapa, search results, është pjesa e ton research, vazhdo shkojmë, nëse e kanë si opcion, këtu lart nuk është si opcion, ka një buton këtu për shembull ta lësh search, kërkosh site identity, me zgjedh këtu një ikon, edhe ta vendosësh për website-in, shumë unë zgjedh këtë ikonë këtu, edhe kjo shfaqet të këtu pjesa lart, edhe e kena pjesën e menus, tek menuja është pjesë e preferencave tona, se çfarë menu mund zgjedhim, këtu është një menu që ekziston paraprakisht, i kena pjesën e widgets, për momentin nuk shfaqen, home page settings, i kena këta pjesën e events kalendarit, tu mund të shikojmë pjesën e eventeve, edhe mund bëjmë disa ndryshime, events bar, single event, i bë kjo është pjesë shtesë në ndonjë plugini që vjen bashkë me Cadence Theme, ja pra të më të nësë shumë tek schedule, edhe i kena këto list month, day, edhe i zgjedhim të opcion këtu, dhe ja se si duket kalendari, nëse e zgjedhim me month, edhe këto i kena month view, edhe prej këtu mund bëjmë ndryshime, days of the week, mund të zgjedhim opcionin që dale e kuqe, pak më poshtë i kena opcione tjera, grid lines, color, si t'i zgjedhim vijat e këtyre që janë në kalendar, shumë mund t'i zgjedhim direkt me të verdh, ose me të kuqe, dalim prej këtu, të kena day, në thënë vetëm për ditën, single event, e kështu me radhë. Ta më thënë të shikoni edhe prej tek pluginit direkt, to është pjesa additional CSS, me shtu CSS ekstra,
Edhe kena import export opsionin që me i bë import export të të ndryshimet prej një thimi në një thim tjetër, mirë po vetëm të jetë në të njëjtin thim, e cila është cadence theme. E bëjmë publish, i japim refresh, edhe pastaj të i shikim ndryshimet. Tash dalim të të mrapa, edhe shikim se si mund ta bëjmë tash një page edit me Elementor. Ta shkim tek pages, shkim tek home page, edhe kena opsionin edit. Edhe këtu dhe më thënë kena mundësi tash me bo ndryshime. Për shembull tash e kena opcionin këtu me ndryshu direkt tekstin, e fshijim për shembull të si ashtu, edhe mund të shënim çfarë dëshirim ne. Ja pra, edhe tu mund të ndryshim tekstin, tu mund të ndryshim butonin, direkt mund të shënim dhe me thënë shkrimin, rezervo tani, e kështu me radhë. Vazhdojmë me poshtë, tu kena mundësi me ndryshu fotografitë, edhe me shtu foto tjera, ë, që kena ose stilin me ndryshu, këtu kena dy opcione për me ndryshu këta. Brenda kësaj e kena opcionin edhe me i shtu edhe fotografi. Këtë, shumë dhe zgjedhim një fotografi tjetër, galeri, këtu, update, edhe ja pra se si duket. Edhe tu njëjtë, më thënë një ndryshim të direkt prej, në editor. Andaj nuk ka nevojë, dhe më thënë, bësh ndryshime tjera, e kështu me radhë. Kjo ishte sa i përket Cadence Theme, një prej top 5 themesat më të mirë në ekosistemin e WordPressit. Uh, ju mund të ndryshoni edhe mund të instaloni edhe themesa tjerë që janë free e që ka shumë në më thënë. Këto i gjeni tek starter templates, edhe keni filterin të ku mund të shikoni to që janë free, edhe mund të eksploroni që ka 51 template free që ju mund të shfrytëzoni për vetët tuaj ose për ndonjë klient pa marrë parasysh se çfarë industrie është. Tu ka lloj-lloj industri të ndryshëm edhe që ju mund t'i shfrytëzoni. Andaj si për detyrë e keni domethënë po të njëjtën theme me instalu edhe me bë ndonjë ndryshim, me zgjedh njërin prej këtyre template-ave këtu, me instalu njëjtë ashtu siç e bëra procesin unë, pasi ta instaloni edhe ta editoni me detaje ose dhëna për juve, atëherë ma dërgoni eh, në grupin në WhatsApp si screenshots.